Sot me këtë video të ashti du të përshëndes të gjithë ata që më kanë uru në mesazhe private dhe në faqen time personale ditëlindjen. Sot pra është ditëlindja ime. Po unë si kam kushtuar rëndësi asnjëherë ditëlindjes, edhe një nga arsyet që si kam kushtuar asnjëherë rëndësi ditëlindjes është se unë s'kam besuar asnjëherë në botë që e di madje ditëlindjen tamam. Baba im Hasan Gjoga, qoftë në paqe, nuk e ka qash shumë kokën në këtë drejtim. Me sa di unë që gjithë në fëmijët ka 7 fëmijë kalon mrapa. Një na kalon neve vllai mall. Edhe me sa di unë të gjithë neve, ai na ka regjistru në gjendjen civile sa të herë në të kohën kur lindin ne. Shkoje dhe regjistroj emrin në gjendjen civile, mas jave, mas 3 ditësh, mas 5 ditësh, po e nuk e mande men. 1, 2, 3 kalemojve tonë, vëllezërit mi më duket i ndrunë dhe emrat, se majde men se si e spellzonin, se kur të vjen emrin, e venin me këshu, me sa diun, bonin sa letra si tip bishdili, se cili shkruante emrin aty, edhe kretat e njerëzit që më lidhen për hajërsia se ka lind një fëmijë, shkruanin emrat aty në për letra, edhe më duket një kapta ata nana fëmijës që i bjen me që nana ime, a gjyshja që i bjen ajo e vërtetë që thonë nanës mama Simoni kam thonë emër babaja, po nani kemi thonë nanës babës që thonin blal nona, po s'ka shumë rëndësi se ju bona lëmsh, por unë s'kam pas besim asnjëherë në këtë datë që është ditëlindja ime. Pse? Se jo vetëm baja nona ime, se lale jo mo që se mante me në ditën, po edhe baja, po edhe gratë e lagjës më ngatronin gjithmonë. Baja thoshte, kur ke leti Sami, ka qenë korje grunit. Mës ne thëte, jo, më duket në korje të grunit, ka le meti. Më duket se ti ke le, ka qenë dhimën i malë, po bitë borë. Jo, edhe nga tro, po jo ka qenë kjo, pasaj vitave më thoshte, ija ne i thonim nonës e surit, edhe i themi prapë se kemi gjallë, edhe nonës surës, nazit, edhe ija thoshte, ti ke le për i herë me nëzmin tem, më duke se ka pasi nëzmin tjetër që i vdiq. E mëstaj thoshte, Netja Zakut, jo, gjesh rëftet, ka le për i herë me zanin, Samiu. Kështu që nuk kam ditë as vitin të sakt në herë, e jo më dje datën, edhe kjo ka kontribu që unë kur si kam kushtu në herë rëndësi ditëlindjes ime, se besoj që është ditëlindja ime, vëllezër e motra, miq e shok, të njoft e të pa njoft, faleminderit nga shpirti, nga zemra, që më keni uru, ju uroj gjithë gëzime paqet gjithmonë, po unë nuk i kam kushtu në herë rëndësi kësaj date, edhe shpesh herë jam kujtu vonë mos i ka hik data, që kam pas ditëlindjen gjoja në letër me datën 30 prill, por asnjëherë se kam besu dhe nuk e besoj që është ditë dhe kështu që gjitha ditët në botë që ekzistojnë janë dita e ditëlindjes sime dhe asnjë nuk është dita e vërtetë e ditëlindjes sime, kështu që nuk i kushtoj rëndësi fare kësaj gjoje. I thash Medit se më boni telefon Medi ishte këthy në Shqipëri dhe u habita
Më tha zërzavatët sa mi tha ishin bo det kur u ktheva. Pa i prek fare. Edhe them se janë bose i ka përzi ai. Natyra prandaj ka qenë pas mundje bimësh e pemësh. Sepse ishin të përzira komplet, aty një lakër, aty një hardall, aty më aton një lull kujqe ku të dio dhe këto ndimonin njëna tjetrën dhe luftonin smundjes e njëra tjetrës, bonin bashkësin. Edhe boni telefon me edi që ishte rreth orës 8, po ju e dini që unë në orën 7 shkoj në gjumë edhe kështu që s'isha ngap, po bonte ky, mbjep të sinjale ky telefoni i ri se të shtia kam po me sinjal, edhe zidja heq sinjalin, edhe bonte tik-tak, si orë aty, po më shkatron të gjithë natën, edhe e kuptova se i hera hapa, ashtu qasht, se s'bo kush natën në telefon, a i kështë qenë mjes gjanën, po, edhe shifjes që po morone për ditëlindje dhe kuptova, kur boni telefon me dhe thash, ore për ditëlindje njeriu dash ka thy telefonin, se s'lega kush me flet në gjumë, po mos i thash këta vlezër e motra, nuk ka rëndësi, miq e shok, sa që ju kam taku, sa që ju njoh vetëm në linjë, sa që kam fillu t'ju harroj, se jeta kështu është, sa që rikujtohen kur vin, ju falenderoj me gjithë shpirt, të gjithve, pa dallim, duke fillu që nga ish bashkëshortja ime, nona fëmijëve të mi, djali im, familja, miq të shokët nga do që janë që më keni uru, urime paçit gjithmonë, dhe më falin qose nuk shkoj resht për resht, e fjalë për fjalë, t'ju përgjigjem të gjithve, ju përshnes nga zemra të gjithë madhe të vogël, e gëzime paçit gjithmonë, sa më gjoka.